الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Vllazën shumë të nderuam, sot në ditë xumaje të gjitha aktivitetet në këtë çast dhe të gjitha angazhimet pushojnë dhe të gjithë ne i madh dhe i vogël i mësym xhamia tona për të kryer një obligim madhështor që është koha për të madhnu Allahun. Por në këtë rast, ditë xumaje, ne e madhnojmë Allahun edhe në këtë formë, duke e bloku çdo çështje tjetër përveç se fokusi me kon këtu, duke e dëgju e unë duke ligjeru e kështu së bashku duke u kombinu që me e gëzu Zotin tonë në qiell e Allahu bereqetin e tij këtij populli me jalshu. E inshallah qysh elshon për nalt shiun, elshon edhe bereqetin e tij, e na gëzon, e na udhëzon, e na drejton, e na forcon, e na pastron, e na gradon. E të smurit tanë Allahu i shëran, e të vdekurit tanë Allahu dhul gjelal me rahmet i me shiran. Vllazën, dëshiroj para jush në këta minutat shkurt t'ju kërkoj vëmendjen e juj, që ju të më dëgjani jo vetëm me vesh, por ju të më dëgjani me zemër edhe me shpirt, në mënyrë që komplet prej pragut xhamisë tutje, ju të harroni edhe komplet fokusin ta keni këtu në këta minuta, se në këta minuta është vendimtar e ardhmja juj, e qetësisë zemrës të juj, e sigurisë natës të vorrit juj, e garancisë ditës kiametit kur këtë gjithë para Allahut kemi me dalë. Cila është kjo? Është më rëndësi vllazën na bit dhe bijat e kombit tonë shqiptaris t'i ruajmë prej çdo dukurie negative e cila ka mbërthy shoqërinë. Prandaj i vetmi që i shpëton prej dukurive negative të ardhmen e shqiptaris, të ardhmen e shoqërisë, nuk janë durët e shkencës, por janë ringjallja zemrave t'juja në mënyrë që ti drejtojmë të tri dhe këto treja nga ardhmja sigurt, se droga, narkotikët e ndryshëm, pastaj imoraliteti, pastaj dembelia e kam bëthy shoqërinë dhe shqiptarinë në veçanti, e neve na kena obligim që t'i ruajmë këto begati të Allahut me shpirt dhe me zemër. Prandaj nuk është e rastit që Zotin Kur'an Muhammedit ja ka kujtu 1/3 e pejgamberve e ki në Kur'an. 1/3 është histori që me i dhonë frymëzim, me i dhonë zemër, me i dhonë energji, me i dhonë elan, me i thonë Muhammed a.s. qërë që kanë hjek njerëz të para teje. Edhe na nuk është e rastit që këti populli ja servojmë historinë e kombit tonë, historinë e bukur të njerëzve tanë që kanë dhonë jetën u vllazën të dashur, që unë sot me ligjeru në gjuhën shqipe e ju më dëgju në xhami edhe mos më u frigu as për familjet tona që kena në për shtëpia, por edhe të njëjtën kohë mos më u frigu se dikush mund tash neve me na sulmu. E kjo është histori. Na duhet me përjetu që sot ka rastit me koni 2 muaj. Na nuk mundu me i kalu këto data pa i përmende herojt dhe heroinat tona të cilat dhanë gjithë shka jetën e tyne të dashurit e mi, që ne sot 26 vjet pas gjithë asoj sakrifice tjetojme të frymojmë bukur
33 tona nuk janë në një vetdije të lartë sot, po dhe populli jonë shqiptar, duke filluar nga institucionet e tyne, e deri te ai më i thjeshtë i mundshëm, vetdia është nivelin më të ulët të mundshëm, për keqardhja është kjo. Prandaj na duhet të jemi autokritik. Ata njerëz, ata burra, ato gra që dhanë jetën që ne sot jemi të lirë, nuk e kanë dhënë jetën vëllezër të dashur që bijt dhe bijat e shqiptarisë përmise 60.000 përdorues drogave dhe narkotikëve sot në Kosovë ekzistojnë. Hajde në mënyrë hipotetike, sot i ka bën 26 vjet shoku jam Nusret Musa që është dëvëro në majet e Shalës të Bajgorës për të mirën e shqiptarisë, e plot e përplot dëshmor e heroj dhe heroina tjera. Hajde në mënyrë hipotetike shkojmë ti ngjallëm e ti pyesëm. Qysh e kishin përjetu ata lojmin, ose qysh runa Zot e përjetojnë lojmin nesër në ditën e kiametit, kur Zoti i kallzon se këta njerëz të cilët ju e keni dhënë jetën për ta, sot një pjesë e madhe tyre përdorin drogën e janë pjesë e klaneve djallëzore të kriminalitetit nëpër Kosovë. Qysh kena mu takuna me ta nesër në kiamet? Qysh kena me kërkua Allahu xhelle xhelaluhu mundsinë për me jetu me ta? Ati do të me jetu për herë. Prandaj që kjo vëllezër të dashur, që kjo ndërgjegjja, neve na ka mojtë gjallë, e duhet sot me na mojtë gjallë, se jemi në kohë komoditeti, nuk kemi kokrën e ambicjes për me punu, nuk e dojmë punën, nuk e dojmë mësimin, nuk e dojmë studimin, nuk e dojmë meditimin, po e dojmë veç me nejtë për zgaqmi veç në xhenet ka. S'ka këtu për zgaqmi, këtu duhet me punu, këtu duhet mu munu, këtu duhet mu lodh, sepse terenin dikush tjetër ta ka pastru, ti e ardhi gatshëm. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu thot me Kur'an: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin." Ata që u munu me ardh të na kena me zgot dorën që me mri me ardh të na. Ai na ka zgot dorën, e ka dorën e madhe. Ai është Allahu. E na kop në dur të ti. Por vëllezër të dashur, na nuk duhet mu kop në dur ti veç kur na bën hyjim shkau. Por na duhet mu kop në dur të ti e me flajt në projekt e dyrëve të ti, tu e kërku rahmetën dhe ndihmën e ti, edhe në sot që jemi në komoditet, edhe jemi në rahati, e jemi në shtet, e kemi shtet. E jo vëllezër, mos me pas kurfar afiniteti edhe kokrën e dëshirës për me jetu në këtë vend. Mos e është mallkim prej Allahut pastaj. Kjo begati mundet me na u kthy bumerang, se Allahu pret, e sidomos këtë kohë krejt bota, këtë kosmos është në haos. Kujtoni vëllezërit dhe motrat tona në Gaza, që njëri prej pleqëve dikun Stambollit më herët më shkrujti, më tha: "O, huq për izet Zotit, lutë Allahun xhelle xhelaluhu, që Allahu t'i shpëtoj." Allahu i shpëtoft ja Rabbel Alamin. Ta kujtojmë vëllezër të dashur që këto begati që ky popull, nuk ka popull më i përgdhelur në botë sot se sa populli shqiptar. Mirë po ne nuk e dojmë njëri tjetrin. Mirë po ne nuk e qojmë mirë mes vete. Mirë po ne nuk ja dojmë të mirën njëri tjetrit. Nëse një vëllau tonë ec puna marë, tonë xhelozojmë. Munohemi nërkom za me i vënu. Por nëse dikujt ec puna keq, gëzohemi pse ati s'po ka sukses. Wallahi ai që gëzohet para dite me fatkeqësitë tua, pashallah i bëj selam pritë se mas dite edhe mas ziko me të kam. Sepse ai i cili i gëzohet fatkeqësisë vëllaut vet, ati do t'i bëhet belaja më e madhe. Prandaj kujdes e mos u ngut, sepse Allahu ty nuk t'ka sjell ti për me nejt që në xhennet. Këtu duhet me punu, nuk ka për zgaqmi. Kjo ndjesia që neve tjetër kush na i krym punt, vëllazën neve qafën do më na thy. Na duhet dhe vetë punë të tona me kry. Na vëllazën se ai cili pret tjetër kush me t'i kry punt, ai pastaj e ka në mojët gjuhës dhe vetë ankesën. Ai veç din mu anku. Andaj në këtë hutbe, në këtë mimber, po du vëllazën të dashur me abo me dije çdo shqiptare.
Çdo besimtar, çdo besimtare. Nuk kemi në atë dhe tjetër. Nuk kemi. Nuk ka më të dashtun sepse vendi yt i cili është Shqiptaria është Kosova jote. Këtu është mrekullia e botës që na ka dhuruar Allahu këtë vend. Kjo është kënaqësia e madhe. Për çdo ata njerëzit e mëdhej që ja ditën kimetin këtij vendi, nuk pritun edhe jetën me dhonë për këtë vend. Por ata nuk kanë dhonë jetën që sot më u përdor droga, edhe të njëjtën kohë më lulëzu krimi dhe kriminaliteti. Por vëllezër të dashur, ata dhanë jetën që na me ecë përpara, me përparu, na me zbulu, na me shpik. Na çka kemi shpik? Çka kemi zbulu? Ne kemi zbulu vetëm urrejtjen, edhe kemi shpik tradhtin dhe mashtrimin dhe iskjenimin. Tjetër na nuk dina me shpik. Andaj nuk shkohet me rana në xhennet. Nuk shkohet vëllezër të dashur me demeli në xhennet. Ty të ka fol Zoti insan, ka mujt Zoti Dhul Xhelal me të fol melek. Ka mujt Allahu Azza wa Jall me të fol edhe e gjin. E gjin të neve na lakmojnë që trup që e kemi me mija vjetë Zotit i bin shahadet, edhe thojnë subhanallahu alhamdulillah wa la ilaha illallah, veç me pas një copë ftyrë që kemi na. Me mija vjetë, ja lypin Allahut, veç me pas qitë fizionomi që ti edhe unë e kam. E na nuk ja dina vlerën Allahut për të begati që ne ka dhuru. Duhet me atë ditë, se për ndryshe na i merë Allahu. Andaj i lutëm Zotit për këtij veni, për gjithë shahidët tanë, për gjithë vëllezërit tanë të ramë, për gjithë ata që na e sollën krenarinë, na largun mjerimin dhe poshtërsin, Allahu Dhul Xhelal t'i gradoj me Firdausin A'la. E inshallah kur na takon Allahu Dhul Xhelal me ta, Allahu s'parit jetë i kënaqur, pastaj pejgamberi e dëshmorët e vëllaznit e motrat e njerëzit tanë deri në kiamet ya Rabbel Alamin. A ka mundësi shtrohet pyetja? A Allahu më ka i kënaqur? Po ka mundësi. Qysh ka mundësi? Qysh kena mundësi na me rujt atë vijen ton, atë frekuencën ton, atë ngjyrimin ton që na bjen tamam? Shumë është e thjesht. Shumë është e thjesht. Bënë një jetë për hir të Allahut, edhe të keqës tu ju, hapeni faqe të re, edhe nisja bismillah mushe me vepra të mira. Është e lehtë Islami, është i ëmbël, është i thjesht, është pjesë e qenies të kombit ton. Na shqiptarëve nuk na bjen tamam, përveç se këta që jeshëm. Prandaj çdo kush që ka tentuar me menu ndryshe, një shqiptar nuk i ka dal tamam, se nuk i bjen tamam dbirit këtij trollit përveç se me ro shahadet dhe më kon njeri besimtar i krijuesit dhe vet. Se cili ai që e ka, na po flasun për tund, për fen ton, na po flasun për identitetin ton, na po flasun për kulturën ton. Mirë po, pikërisht për këtij brumit, këtij edukimit të marrë, të mirë, e të ndershëm, e të dinjitetshëm, ne kemi gjetë edhe tolerancën, edhe komunikimin ndërfetar, madje edhe me tjerë që s'besojnë si na, po janë të gjakut ton. Nuk ka gojle. Se cili ka me dhonë llogari para Zotit. Ka thonë Kur'an Allahu wa kulil haqqu min rabbikum, thuju ti Muhammed e vërteta për Zotit tënë. Kush don me besu bojrëm, kush nuk don, lete më hoj. Po ti nuk mundesh me dasht Islamin ma shumë sa Allahu. Mirë po ti duhesh me i dëshmu Allahut se je besimtar. E na halo se kena kuptu çka do me thonë me kon besimtar. Besimtar është për me kon besimtar njeriu duhet me kon besimtar që shdonë Allahu, jo që shdonë ti. Që tu na e kena gabimin më të madh, se na dojna fen me përshtot që shdojna na, e ju na mi ju përshtot fes. Ho na fes du të mi ju përshtot, o vlo. Po na du të me ngu Zotin, o vlo. Për ndryshe na nuk e kena kryu manetin e Zotit ton. Porosia këso hydbe, pa e zxat, me dy fjallë, shkurt edhe shqip, në asë një variant tjetër neve shqiptarëve nuk na përshtatet. Këto mon e men mirë që ka përthët vlovë juj. I dashur i zemrave t'juja. Nuk na përshtatet ndryshe. Nuk na bjen tamam ndryshe. E kanë provu edhe sistemin komunist, e kanë provu edhe sistemin tjetër liberal. O, nuk i përshtatet se hupëm në ngjyrimin. Se
se na shpejt tjetërsuhemi, shpejt asimiluhemi. Për me mbet shqiptar, duhet me kon besimtar. Ndryshe nuk bjen tamam, se asimilimi është i pashmangshëm. E të tjerët cilët na dojnë neve më kon të asimilum, e kanë rrugën e lehtë. Cila është aja? Veç largoj për rrugës Zotit. Veç tjetërsaja rrugë timin e tyne. E na jemi dojë për para, ma nëve vlazni, ma nëve se kanë thonë burrat e gratë, njerëzit më të bukur të kombit tonë, betë më të mirë dhe bijat më të mirat të adheu tonë, kanë thonë jetën tonë, për këtë ngjyrim, mos e tjetërsoni rrugtimin tuaj, mos e ndroni frekuencën tuaj, se kjo nuk ju bjen tamam. Ndryshe, keni me gabu, keni mu lodh, keni mu hargju, edhe qka është më rëndësi, keni mu zhgenju. E për mos mu zhgenju, e për me qëndru, për me rezistu, na do të me rezistu që është kanë rezistu pleqët e tanë, dem babadem për i të parëve tanë, e gjermesat. Ata tjetër nuk kanë pasë në fund, përveç se një derdhë e kanë bo me zveti, edhe kur ka ardhë e gjeli, e kanë dërzu shpirtin para Allahut, derdhin e kanë lanë me sy. E kanë met me sy qelë, qka do të bëhot me të këtë ven, e qka do të bëhot me bit dhe bija tona. E qatë dertë, mos t'jalojnë atë zhgenim, mësoni vllazën, punoni vllazën, bashkohuni vllazën, punoni për atë dhejun tuj, nuk keni vend tjetër, nuk keni atë dhej të bukur, nuk i bjen tamam, shko ku dush, o kimu të ret, o kimu asimulu, për andrat, s'kimi po dikun tjetër, ma mirë, e ma bukur, se sa në atë dhejun tënë. Allah runa dhe unë tonë, o Zotë runa popullin tonë, o Zotë ruj bit dhe bia tona, o Allah ti jemi falenderus ty për një histori të begatja ke dhon këti populli, o Allah ruj shahidët tonë në gjennet, knaqe ata, varët e lokeve tona, gjysheve tona, babalarve tonë, njerëzve tonë, plegjve tonë, knaqe me aromën e gjennetit ja Rabbi. Rinis, o Allah, largoja demelin, largoja përtacin, largoja smundje shpërtërore e vetanake, edhe ato adoptimet e pandërgjeshme të shprehjeve devijante që nuk i kanë hije bijes shqiptara, zbirit shqiptar, ti ketë dhe ti përvecaj. Zotin na udhëzoft, e na mbroft, e na lartësoft. A i ka mundësi, prandaj i lutëm, edhe i përgjerohem, po dhe më insistus, edhe pen këtë drejtim nuk lëshojmë, na do të punojmë, do të mundohemi, do të rezistojmë, do të bashkohemi, do të punojmë, do të gradohemi, do të ngritemi, të gjithë së bashku, mënyrë që ti dëshmojmë përënis ton, Allahu ton, krijuesit ton, të adhuruarit ton, o Zot, edhe na e meritojmë ndihimin tonë që të na i forcoj shkambët tona, sikur na i forcove në kohë lufte, në kohë krize, edhe tash të na i forcosh rrugtimin ton drejt madhërisë së Ti, ati kohë shumë fal. Faleminderit shumë. Allahu ju rujt. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Vllazën, dojna me bani disa dua për disa persona që më kanë bo emanetxhi. I lutëm Allahu te barekuhu taala për një motër ton e cila është gjendje shumë të rëndë, është nga Ferizaj. Allahu Azza wa Jall ta shëroj, e t'ja lehtësoj, e të ndihmoj, e të përkrahë të mbështet e çdo pengesë, qoftë shëndetësore, mendore, psiqike, shpirtënore. Allahu çdo pengesë të kësaj natyre t'ja largoj. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. I lutem Allahu te barekuhu taala për liridonën e cila është që 17 gjendje kume. Allahu Azza wa Jall ta shëroj, Allahu ta zgjaj, Allahu ta kompletoj shërimin e saj. Ai ka mundësi, prandaj lutjet tona janë të varur, ja Rabbi, ndyrët e tua që nuk mbyllen kurrëherë. Po i lut në Allahut për një fëmijë të vogël 4 vjeçar, i cili ka problem me ful, i cili ka problem me u shpreh, i cili është duke e përjetu familja një rast shumë të rëndë. O Allah,
mëso, o Allah letëso, o Allah ndihmo, o Allah përkrahe, o Allah letëso e udhëzo e gjuhën të filloja, ja Rabbel Alemin. I lutëm Allahu te baraka u ta'ala për një lokë tjetër e cila është me kancer në gjendje shumë të rëndë. Zoti e shëroft, Allahu ja letësoft, Allahu e mbështet, Allahu çdo dhimbje ja tjetërsoft me mirësi e begati, ai ka mundësi, ja Rabbel Alemin. I lutëm Allahut edhe për një vëllaun ton Ardian e ka emrin, por oj modhi Zot, ti i din emna tonë edhe nëse na nuk i dim. Ti i din për kom lutemi edhe nëse na nuk dim me u shprej dhe mu artikulu. Prandaj ne ju kemi mbështet madhnis tone, shëroj këta njerëz, letësaja këtyre njerëzve, përkrahi këta njerëz, mbështeti këta njerëz, mbroj këta njerëz. Po i lutëm Allahu te baraka u taala për vëllezërit dhe motrat tona në Gaza, Allahu t'i çliroj, Allahu t'i shëroj, Allahu dhul xhelal pa dallim prej çdo keqe të mundshme, ja Rabbel Alemin, ti mbrosh se nuk kanë ata njerëz tjetër kanë posteja, ja Rabbel Alemin. Oj modhi Allah, shliroj e letëso, e shëroj, e gradoj, e mbroj jetën e njerëzve, se jeta është shpirti yt që e ka dhënë njerëzis. Oj modhi Zot, mbrona e letësana, e ndihmona e nga çdo e keqe mundshme që jemi të robrum shpirtërisht e emocionalisht, e sot shumica njerëzve nga epshet e tyre, nga kajta e tyne, nga e keqja e vetvetes e tyne, janë të robrum. Çlira ja Rabbel Alemin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazana idha shi'ta sahlan. Para se me mbyll edhe me lexuar ajetin përfundimtar, unë i falenderoj gjithë njerëzit që na ndihmuan me kry me sukses eventin kundër drogës, konferencën në cilën e patëm me 30 prill vitit 2025 në ora 17:30. I falenderojmë të gjithëve, sikur vëllezërve tonë Durmartin, freskimin i cili na lëshoi vendin ato, pastaj i falenderoj Zerimin i cili me të vërtetë ka bënë vepër të madhe vllaju Neki, Zoti ato është përbleft, e gjithë panelistët që i madje patëm edhe nga Ferizaj, të gjithë ata që ishin prezent, organizatorët, ne që u mundum dhe asë një qast nuk lam asgjë pa e sill në vendin e vetë, mënyrë që të dëshmojmë para teje, o i modhi Zot, na nuk dojna mi rritë fëmijët e tonë drogagji. Na nuk e dojna ke shoshëni me dilerat drogëve, ja Rabbel Alemin. Na dojna me i kallëzu botës, miqve tonë ndërkombëtar që na kanë nimu e na kanë çliru. Edhe armiqve tonë shekullar që mi apo me dije se në shqiptarëve droga nuk na bjen tamam. As hashoshe nuk na bjen tamam, as kushoshe nuk na bjen tamam, por neve na bjen tamam ibadeti, përparimi, leximi, meditimi, puna, udhëzimi, drejtimi drejt kënaqësisë së Allahut te baraka u taala. Zoti na ndihmoft në rrugtimin tonë të përbashkët. Allahu është i madh, tjetër nuk ka, la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Thot Zoti me Kur'an, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni, edhe mos u dobësohuni, edhe mos e nini vetën të ligështum, se ju jeni të mëdhej, ju jeni të nalt, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Zoti na mundsoft, ja Rabbel Alemin. Haxhi Muharrem thërna i kametin, e qofshit bekum deri në javën e ardhshme, në takimin tonë të radhës, Zoti kabul.